Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Delinda Disha është një nga aktorët më të dashurat të humorit për publikun shqiptar. Ajo ka luajtur 10 role dhe kush ka qenë ai shqiptari që nuk e ka pëlqyer, nuk e ka duat rokitur dhe nuk ka thënë një fjalë të mirë për humorin që na ka dhuruar. Por Delinda Dishën e kemi parë ose në ekran, ose në teatr, ose në përshfaqje. Sa e bukur është ta kesh Delinda Dishën në një emision politik, të ftosh një aktore humori si Delinda Disha. Kam kënaqësinë ta kem Delinda Dishën në Dekalog. Faleminderit shumë që pranove ftesën Delinda Disha. Me shumë kënaqësi e pranova, Roland, edhe më vjen mirë të jem këtu. Se u bë një kohë gjatë që unë nuk kam dalë në për intervista. Prandaj të mora se s'kishe dalë, se po të kishe dalë nuk do të merre. Delinda, si është të aktrosh, të jesh atje në skenë dhe si është të japësh një intervistë për ty? Intervista është më intime, më e afërt, më pak, nuk e ka atë publikun e madh të ngrohtë që të fal emocione. Ndërsa skena është magji. Interpretimi është magji, që ai që është aktor ose aktore edhe që e ka provuar edhe vazhdon, e di me të vërtet ndjesinë dhe emocionin e veçantë që të fal ajo. Intervista ngjelet në kuadrin e një rrëfimi, e një ripërjetimi në bazë të pyetjeve që i bën gazetari dhe ti i ripërjeton në një farë mënyrë dhe i kujton dhe i sjell audiencës që të ndjek nëpërmjet ekranit. Ti e di sa duan shqiptarët? E di. Ndjen? Si e ndjen? Ma trego këtë që ti e kupton. E ndjej në përditshmëri kur njerëzit më flasin, më takojnë, më puthin, më përqafojnë, më kërkojnë foto, japin mendime. Kur shkel rregullat e qarkullimit polici të vëgjob? Po, më vëgjob. Të vëgjob, më ka një policia, kjo, hajde ik. Jo, sigurisht komplimentojnë, por unë jam shumë e rregullt, nuk s'para bëj gabime. Nuk e shkel... Nuk e shkel, sepse duhet jem unë shembull shumë i mirë për qytetarët. Ja, njerëz të tillë na duan, ja si Delinda Disha. Ne kjo na bën për të qeshur, kjo në fakt s'bën asnjë gabim, domethënë ti s'bën. Jo se jam e pagabueshme, gaboj. Mos thoj tani kur gaboj, s'ke shkel në ndërshkohem dhe unë. Pa. Ke marr gjoba? Ka marr. Sa gjoba ke marr? Na i tregoj një tani. Unë kam fatin që më shumë makinës i jep Eldo, kështu që gjobat e ai. Po mirë, edhe pasagjerët marrin gjoba. Edhe pasagjerët marrin gjoba, po ka marr. Tek tuk ndonjë për telefonin. Telefonin e vetmja. Mirë, të justifikosh. Dhe kjo nga nxitimi, se tash e vë me voice edhe nga nxitimi. Tani, këtë ti jesh aktore e suksesshme siç je ti, duhet të kesh talent, duhet të kesh edhe vullnetin. Tani, talenti kush e zbuloi? Unë jam marrë që e vogël, domethënë pjesën e aktrimit e kam pasur që e vogël edhe imitimin, sa herë që ne kishim festa familjare, dasma, unë isha ai fëmia që rria i përgjoja dhe kur merrnim vallen e hiqnim, unë imitoja Nusen e Xhajës dhe kjo bëj objekt, krijonte një harmoni, një të qeshur që më thoshin, aman të lutem bëj edhe një herë. Pastaj, me kalimin e viteve, pjesa e gjimnazit deri në festet dhe pastaj vendosa të konkurroj në Universitetin e Arteve. Dhe fitove? Dhe fitova dhe dela e para. Po. Po mos kisha fituar nuk do konkuroja më. Nuk do konkuroja më? Ja. Po ku qikonim ne pastaj Delinda Dishën? Si dihet si do ishte rrugtimi. Se ku do kishe në një plan B përveç aktrimit? Plan B, unë për shkenca sociale, do më thënë, lëndë teorike kam qenë shumë mirë dhe mund të zgjidhja në një gazetari. Gazetari? Ti gazetare? Po, se kam bërë një farë mënyrë moderimin tek gjadat. Jo, gazetare, unë mendoj kështu, marrësh mikrofonin, ndje kishtë në mbrapa e dirama kështu, nga këto Delinda pa kështu. Ja, unë jam nga studio këtu. Se unë që jam këtu tani, kam ja 30 vjetë që kam punuar në terrene në tjera. Ka faza, sigurisht do kalohen, derisa të arrish në këtë stad. Ti nga je, ku ke lindur? Unë kam lindur në Fier. Në Fier? Je nga Fieri? Unë jam i matësh nga Tepelena, mamin e kam nga Berati, por le e rritur në Fier derisa... Prit që këtu, Daniel. Vendosa... Nga Tepelena me Berati në kombinimi bukur është, Shumë i bukur, ja.
Shikoj Labe? Labe. Labe nga babi? Nga Malësit, po. Ti je labe? Labe. Dhe nga Berati, kam një të 14 nga Berati. Ne qik mi stres Berati, e? Por jemi shumë të mirë të butë. Po qa thua, 2500 vjetë qytetërim. Dhe ky kombinim ka që bukur, nëzori një aktore humori ka që të suksesshme, nga babi këtë gjitha? Nga babi. Nga mami hiqë, është serioze mami? Mami është më serioze, është natyrë më kritikuese, babi është e kaktë të humorit. Unë jam rritur pranë tij, ai më merrte gjithmonë me vete. Çfarë punë bën babi? Babi shofer, ka qenë shofer. Ai është marrë fillimisht me grupet amatore të atyre viteve, por nuk e vazhdoi. Dhe jam e bindur që po ta kishe vazhduar do ishte një aktor i mrekullueshëm. Vërtet. Por unë jam krenare, ndonse edhe ai nuk është bërë aktor o shofer, jam krenare që i kam gjarat. Ti e ke parë babin sken të ato grupet amatore? Jo, nuk e kam parë, nuk ka. Babi aktor në një gjë që ti ja ke marrë babit, ja ke vjedhur babit? Babi mbahet edhe të gjithë grupi shoqëror ose rrethi i afërt. Kam foton e babit dhe të mamit, se nuk e kam të renditur tani, po jo, dua për tani se Delinda që je aty, je për shkak të atyre dyve se ata janë kryeset e mi, është e vërtet. Po pra, tani. Shumë e vërtet. Dhe po. Dhe siç po të thoja, rrethi familjar i ngushtë e din që bejtet e babit janë nga më të bukura. Dhe krijonte, ë? Po, edhe krijonte. Na thyni që ja babi. Dale të shikojnë çik kështu si pamje? Babi është me sy bojqelli. Po ti syt me ngjyrë ke Delinda? Unë i kam, po, mami i ka të zinj, unë të treja motrat kemi dalë kështu me sy jeshil. Sy jeshil? Po. Po kush i ka sy jeshil se babi blu? Tani ti ngjan më shumë babit, ti je gocë e babit? Goca e babit, po që gjithmonë më kanë thirrur si djali i babit, se unë jam vajza e tretë në familje. Jeni 3 motra? 3 motra dhe Kanë dashur djalë? Kanë dashur të bënin djalë. Po ti je vetë kështu si djalë, apo ti thua këtë rebelizmin kështu po që djalë, kështu je shumë femër tani, mos bëj tani si. Të falenderoj shumë për komplimentin, po ndoshta fakti që kam arritur këtu që jam dhe i kam bërë që të ndihen krenar, them se ja kam plotësuar edhe këtë dëshirën. Bëj diçka tani, improvizo atë që bën babi. Kjo është sfidë për ty. Se ke bërë asnjëherë, di do ta bësh tu në degalog. Do të them një bejtë të vogël. Po. Që e ka pas... Po ta bësh si babi, jo si Delinda. Po. Ti punon një shtulla, moj, zhik, zhak, zhik, zhik, zhak. Je goce se ferit, moj, zhik, zhak, zhik, zhik, zhak. Marja. Babi, e pe çupën, ose djalin e babit, e pe, ja, për të parë bëri. Përshëndes se nuk i kam përshëndetur asnjëherë. Asnjëherë kështu. Po mami tani, çfarë punë bën? Mami është guzhiniere. Unë e kam edhe pak këtë seriozitetin e mamit, pavarësisht se më shumë si tip jam si i mat, si babi, po motrat i ngjajnë më shumë. Motrat, ë? Po, ka disa raste, Roland, që do doja shumë. Unë jam natyrë emocionale. Po sigurisht, si mund mos jesh emocionale. Si mund mos jesh ndryshe. Dhe mami është natyrë shumë e fortë, shumë heroike. Ti je fort? Nuk e di nëse të qash do të thotë mos jesh e fortë, por do doja shumë në disa raste të kisha atë fortësinë e mamit, atë qëndresën e mamit, atë heroizmin e mamit. Gatuan si mami? Gatuaj, po jo aq mirë sa mami. Po të vim për drek në shtëpi, çfarë do na bësh për drek? Tavë me pulë me patate. Tavë me pulë me patate. Tavë peshku, çfarë të duash. Ua. Tani kemi... Por, vërtet mund mos jem guzhiniere shumë e mirë, ama atmosfera që do krijoj... Mirë, tani, do të thënë dreka ti thua është shfaqje me vete. E kompensoj me Kjo është shfaqje me vete dreka. Tani kemi disa fotografi, Delinda, unë jam ndjekësi yt me rregull në Instagram, ti kam parë, ti kam studiuar të gjitha fotografitë që ke nxjerrë. Dhe do t'i them dhe rrugës. Tani, kjo është fotoa më prezantuese e familjes tënde. Familja jote është familje bukur, më pëlqen shumë. Falenderoj. Bashorti djal King, kështu, si i themi... Bukurosh. Po, si mund ta zgjidhe ti si është bukurosh, ë? Nga është Eldo? Eldo është Tiranës. E the edhe ti si Tiranë, je bëri çik Tiranës, ë? Po jam bërë, më çfarë me botë. Po Tiranës në këtë moment? Na erdhën këta katnarët këtu tani dhe na morën çuna ta. Shiko, kjo është diçka që edhe babi... Çfarë mbiemri është Eldo? Disha.
Disha ti ke emrin e burrit. Po emri yt kush është? Zhupa. Çe ke ina Zhupën ti? Nuk jemi tonë, aty është nga Saranda, nga Ba, sikur të dilte kushurim me ina Zhupën. Zbulimi, Kerola. Zbulim, Delinda Disha, në fakt Zhupa, zbulojt mbi emri kushurin e ina Zhupës, moj Delinda. Po? Eldo është tironse dhe për dialektin, doja të thoja që edhe i matë shpesh ma vë në dukje. Se ke filluar të flasë si Tiranës? Po, shpëton dhe njerë, dhe më thot babi, atë labushen mos ma arro kur, më thot. Tiranësit të thonë, në këto raste, Tiranësit thot katnarët, themi kështu, ne që simi nga Tirana kështu thot, po, Disha nga është në Tirana këtu, apo? Kanë 3 breza që janë në Tiranë, po me origjinë të largët janë verior. Verior nga? Nga Burreli. Nga Burreli? Nga Mati, po. E pas ke një... Historia është shumë interesante, historia e Dishve, sepse kanë qenë një fis shumë i madh, të cilët për shkak të asmërisë, fisi u nda më dysh, dhe ngeli Dish. Si ngeli Dish? Mi emri Dish, u nda më dysh. Për gjithë ata që në ndjekin, në slengu i asaj, hyja lexohet i, dhe ndajt më dysh është Dish, do të ndash më dysh, që nga ndarë në dysh, Po, shumë. Tani, kush i tha i pari të dua? Të dua. Se si rebele që ti, pse kam përshtypjen që i ke thënë ti? Shiko, marrëdhënia ime me Eldon ka nisur në mënyrë shoqërore. Ne na ka bashkuar një projekt, unë kam thënë edhe në intervista të tjera. Po ashtu nis, si miqësi nis, ashtu nis. Dhe më vjen mirë që ka nisur kështu si miqësi. Po pse si duhet të nisë si dashuri? Po nisi dashuria? Jo, njihesh më mirë dhe sidomos në kushte pune. Dhe unë jam e lumtur se Eldo ka njohur dhe Delin mbrapa skene dhe Delin në skenë. Deli mbrapa skene Deli ka thon qenë... shkurt, Deli më thon shkurt. Kush e ka vënë emrin? Babi, është emër aktoreja, dhe unë aktore u bëra. Ua, Delinda kush? Delinda ka qenë një aktore australiane, ka qenë filmi Lumen që rrjedhin. Të gjithë lumen të rrjedhin? Prit. All the rivers run. Yes, of course. Po kush ato? Ingrid Thornton ishte aktoreja kryesore. Aktoreja kryesore dhe babi, mbasi ka parë titrat. Po ishte si Ingrid Thornton ishte aktoreja kryesore. Ka qenë një aktore tjetër me emrin Delinda dhe sa po e lexoi në titra i tha mamit. All the rivers run. Po unë të shmendësha për atë film. I tha, po babi më ka thënë ka qenë një nga filmat më të bukur, më ka thënë, dhe aktoreja ishte vërtet e bukur ashtu siç lindet ti një vajzë, një bebe shumë e bukur. Dhe i tha mami do t'i vëm emrin Delinda dhe rrethana jeta. Këtë e thua për të parë, do të ti emrin e ke të gjithë lumen të rrjedhin. E kam thënë dhe në një intervistë tjetër, nuk e mbaj mend ku. E fshimate. Po, dhe s'po e zjasme dhe unë ndodhe që u bëra aktore. Dhe kështu ka nisur miqësisht edhe pastaj projekt pas projekti ne kuptuam që kishte diçka më shumë. E kishim nevojë prezencën e njëri tjetrit për një kohë më të gjatë, jo për aq kohë sa... Jo mbrapa skenës, po? Jo për aq kohë, po, ashtu është. Dhe lindi, filluam datëm, nuk kemi bërë dasëm. Prit, dalë, më saj ka përse kështu. Tani, flutra në bark, aty mbrapa perdes, mbrapa në backstage? Jo, e di kur e kam djerë, mbasi neve mbaruam një projekt që kishim, unë nuk kisha më angazhime në Tiranë dhe u ktheva në Fier, në shtëpi, dhe kaloj rreth një javë e pak edhe ndjeva që më mungonte. Të mungoj, ha? Po, ndjeva që më mungonte. Flutra në bark? Po. Dhe... Sa vjeç që ishe? Sa kisha mbaruar fakultetin, as një vit më mbrapa, dhe më thënë 2022-2023, diçka e tillë. Po edhe mosha 22? Po. Dhe i shkruajta Eldos. E shkruajta ti? Po, i shkruajta, jo, e pyeta si je, si ke kaluar. Si ke nga shtëpia? Dhe Eldo që më shkruan, e prisja mesazhin tënd. Do me thënë, kishte dashur të më shkruante. Po s'jam mante? Nuk, jo se s'jam mante, se ashtu jam. Që mos e rrije ti? Ashtu jam ban, jo. Kështu ka dal name mua. Ti e the këtë në spashje. Po... Tani të dua kush e tha i pari, se kush e shkruajti i pari? Unë i shpreh më shumë emocionet.
Dhe ja ke thënë ti unë të dua. Unë ja kam thënë. Po ha pra. E ja kam thënë të dua, e që ku ka marrë fund. Kështu i the. Si Elsa te Pallati 176. Si Elsa, po. Me që ai sa thoshe do ty, edhe ja tha shumë. Ai ma kishte thënë mua. Tani Kishte thënë me veprime. Mirë, me veprime, unë po them me fjalë. Me fjalë. 2 fëmijë të mrekullueshëm, 2 djem, me jetë gjatë, jam kënaqur duke parë fotot e fëmijëve, me të vërtetë një familje shumë e bukur. Besoj kjo është arritja jote më e madhe tani. Këto rolet janë kot për para familjes. Është shumë e vërtet, familja për mua është shumë e shenjtë, Roland. Pra, kjo është gjë e para mbi gjithçka tjetër. Do të thënë, ashtu siç unë vi nga një familje e madhe, e shëndetshme, me kujtime shumë të bukura, ashtu do doja edhe ta krijoja familjen time dhe pata fatin që njoha Eldon dhe që të dy bashk kemi sjellë në jetë Dasantinin, djalin e madh, që është 9 vjeç, edhe Konstantinin e vogël. Tani ne i thyp pak këta emrat. Dasantin. Ne të dy e kemi ndjenjën e patriotizmit, e pëlqejmë shumë vendin tonë dhe të dy dëshironim që çunave ose vajzave çfarë do të bënin t'i vinim emra shqiptar dhe emra shqiptar u kemi vënë. Po të lash të vjetër. Emra Ilir të vjetër, Iliro Pellazg. Vajzë dëshiron? E dëshiroj, sigurisht që e dëshiroj, po kur t'i vi momenti i dur. Ne të dy çunat i kemi bërë me planifikim, nuk është se... Nuk ja lini rastësisht gjërat madhore. Nuk ja lëm rastësisht. Tani, ke kaluar një moment të vështirë në jetë, do thënë, edhe unë e kam sikletat, po do doja të thoshe thjesht 2 fjalë për humbjen e shtatzanisë të binjakëve. Ka qenë moment shumë i vështirë për mua dhe jam e lumtur që e kam kaluar edhe Zoti më solli Konstantinin. Ishte i vështirë se ideja që do vinin 2 binjak, familja jonë do të bëhe shumë e madhe, neve sa kishën filluar që të bënim edhe dhomën se Dasantini ishte rritur, ne kishën filluar me ato projektet tona, edhe ëndrat tona, bisedat tona, edhe ishte ndoshta një ëndër shumë e bukur për të bërë realitet. Duhet të ngelte vetëm aty. Për pos kësaj ka qenë dhe periudha që unë isha me një shfaqje. A i kishe shfaqje? Kisha një shfaqje teatri. Dhe roli që unë kisha ishe pikërisht i një vajze që punonte në call center dhe nuk ngelte dot shtatzan. Çdo ditë që ajo vinte në punë, muaj pas muaj tregonte mbi abortet, mbi humbjet e shtatzanive. Edhe përjetimin që unë kisha të enjte, të premte, të shtunë, të diel, kur jepja shfaqjet, kur interpretoja në skenë, ishte jo real, po... Më shumë se sa real. Më shumë. Ishte klithma ime. Të kuptoj. Por me mbështetjen e Eldos të familjes, me dashurinë e Dasantinit, kur e shikoja, edhe mbas një periudhë gati 1 vjeçare rikuperim do të thoja. Po? Më der shumë kohë. Erdhi Konstantini i vogël. Mashallah. Mashallah i themi. Po. Duhen kjo është fjala dur. Foto tjetër. Portokalli, çifti i lumtur. Ka marrë malli për portokallin? Unë kam nostalgji, se ja kemi kaluar shumë mirë dhe kam bërë role shumë bukura. Sa karaktere ke luajtur në portokalli? Nuk numërohen, jam pa fund. Nuk numërohen. Sa? Mbi 200 e ca. Role 200 e ca? Karaktere? Po. Qa thua? Po. 200 e ca? Po. Ti je rekordmene. Po, do me thënë, mund të ishte një temë shumë e mirë për mbrojtje diplome. Po, doktoraturë me këtë është. Ose doktoraturë. Tani, këta janë 2 personazhe që ke luajtur më shumë për portokallin. Po, Flori dhe Jürgeni, 2 aktorë. Tani më thuaj diçka tani. Si bashkëpunoj me Florin mirë?
Ideja e numrit të çiftit të lumtur ka qenë propozim i Florit edhe Xhodës, mos gaboj, sepse çuna gjak kishin një kimi dhe vinin nga numri i policëve që e kishin bërë edhe më herët dhe kërkonin një aktore e cila do të luante rolin e bashkëshortes. Janë bërë shumë audicione, kanë ardhur edhe aktore nga jashtë që kanë provuar, kanë bërë audicion. Mirë po, pastaj më thanë, Delinda kështu, ne kemi menduar të bëjmë një numër, do ta bësh një audicion. E thash e provojmë, pse jo, me kënaqësi, se unë kisha dhe role të tjera ndërkohë, se ka një strukturë deri në sa role, është një metrik që të madh. Dhe e bëm audicionin, shkoi shumë mirë, dhe kur ka dalë numri i parë, ka qenë i ftuar personazh Noizi, ka qenë hit. Më i shikueshme? Duhet jetë më i shikueshme. Ka qenë vërtet ka qenë Noizi, vërtet hit. Po, numri po si e futët Noizi me aty? Numri i parë. Shiko, arriti një periudhë që mbaroshin edhe tematikat edhe konsumimi i aktorëve brenda trupës portokallisë. Dhe fillojnë makinacionet, zgjidhjet e tjera që merren të ftuar. Dhe pati sukses. Ty s'të ka rënë lapsi për shembull të ishe i ftuar te numri çifti. Mua pse mund të bjerë lapsi mua. Po dhe pati sukses. Ka qenë një numër shumë i bukur për i vërtetës, çifti i lumtur, dhe ne u mundoshim që edhe ta kuronim, edhe ta ruanim, sepse ishte numër shumë i kërkuar, mirë po ta bëja çdo sezon konsumoj, aq më tepër një spektakël i përjapshëm. Ky ka qenë roli yt më i suksesshëm? Unë mendoj që roli më i suksesshëm dhe që ka qenë një kthes edhe një trampolin, se shiko Roland, është tjetër gjë të bësh të personazhe nga jeta e përditshme ose personazhe popullore, por të kalosh në një standard tjetër, ku ti të bësh dhe të imitosh figura politike, është një gjë komplet tjetër. Krejt tjetër, Dhe kush ishte? Do një punë, ka qenë Brisi Tatimeve. Brisi, ha? Ua, Brisi! A çat ka bërë Delinda? Brisi u mërzit, ka marrë telefon? Jo, Brisi e priti shumë mirë, më mori në telefon, po, shumë mirë, e priti shumë mirë, më mori dhe në telefon, edhe sot kemi marrëdhënie dhe i ruajmë relatat e mira. Keni miqësi tani? Miqësi, për aq sa na lidh, për komunikimet, urimet, gjëra se të ndara se cila në punën e vet. Po më përpara ti se një? Jo, sa po ishte vendosur atëre drejtoreshe tatimeve Brisi dhe kishte filluar këtë fushatën për informalitet. Kush problemi këtu? Për kuponat tatimore. Kush problemi? Tashi, mos më shiko mua si jam ka të ndisur fare drejtxeje. Kam qenë super pjeshkur, Roland. Unë erdha këtu me një ideal. Me një ideal që ky vend do bëhet. Dhe ky vend ka për të bërë. Pavarësisht se s'është bërë. Edhe unë s'jam fare tash në politik. Po ama, kuponin, tak fak fletën, ju janë zora. E mësuat. Ju ka bërë ves. Tashi, ku qëndron problemi këtu? Bravo, të falenderoj shumë për këtë. Më ka bërë përshtypje një batut, atu kam qeshur. Ku? Te ky roli, fakti ishte një vajzë që ti gjete Irgenin, komshia erdhi i kishte rënë peshqiri. Ka qenë numri me aktoren me Lindër Mjaranin, mos gaboj, me një gocë kaçorrele? Një gocë kaçorrele, ajo rrallë ka lutë Portokallia dhe tha, unë erdha këtu, tha, dhe më kishte rënë, ai do thoshte peshqiri. Çata, tra sheqeri ty, ai ishte bukur. Nuk e di kush e ka shkruar atë. Skenaret i shkruan te Flori në bashkëpunim me Irgenin. Por ama batutën kyçe që u bë hit. Kush? O zemër. O shpirt. Punë të sotit, ta me zemër, është e imja. Ekskluzive. Po, kur kemi shkruar skenarin për herë të parë, çunat e kanë shkruar kishin ngecur. Në fund nuk dinin t'i vinin mbyllje ose pikën materialet skenaret si jetë. Po vrisin mendjen. Edhe bëre ti. Po vrisin mendjen, o Deli, lexohet pëlqen kështu ashtu edhe si ta ashtu fundin.
Dhe, çfarë vrisin mendje, këto janë punë të Zotit, o zemër, o shpirt janë punë të Zotit. Kjo është. Bravo. Dhe ngeli Bravo. edhe sot e kësaj dite njerëzit e përdorin në përditshmëri. Po. Janë punë të Zotit. Janë punë të Se ndonjëherë gjetin kushëllim kur nuk kanë shpjegim, kur nuk marrin zgjidhje, thonë janë punë të Zotit. I ruan miqësit kontaktet me Florin dhe me Irgenin? Po, i ruaj. Pavarësisht se jemi ndar në punë edhe nuk kemi... Rrugët tuaja u ndanë në jetë? Po, rrugët u ndanë, po jo për gjithmonë se rrethja artistike dhe... Do të pyes përsëri sepse kam ndonjë foto tjetër me Florin për aspektin tjetër të Florit, se ju aktorët e humorit beni dhe tani këtu, prapë me Florin. Po, edhe ky ka qenë një numër shumë Edhe me bukur. Renata. Po, Ti je Vasili Qia aty? unë jam Vasili Qia dhe për këtë E diti rol sa vjeç ishte Vasili Qia kur u martua me Ali Pashën? e vogël fare, 16 ai ishte 70. minorene. Jo, ishte pedofili e gjallë. Ishte pedofili. Po kush ja vite re Pashajt në atë kohë, ishte Pasha. Jo, nuk ishte vitere. Edhe ku ka qenë rol shumë i bukur. Unë kam marrë shumë komplimenta, qoftë nga ana vizuale, por edhe nga... është shumë e vështirë të bësh personazhe figura historike, ma beso. Duhet një saktësi, sepse njerëzit kanë faktet, kanë imazhet, kanë fotot, gjërat, edhe shumë e vështirë të realizohet. Ky në fakt ka qenë një numër i Renatës, dhe unë edhe Flori kemi qenë aktor të ftuar, si me thënë. Ora e historisë ka pas bërë Renata këtë personazh interesant me zyshën e historisë me këtë modelin e çuditshëm të flokëve dhe ka shkuar Topuz. Po? Dhe ka qenë një numër shumë i bukur. Shiko, Roland, dua të them diçka se tani edhe marr shkas nga çmimi i fotove që po dalin. Në kohën kur unë kam qenë në Portokalli dhe e kam thënë edhe këtë, jam e lumtur që unë kam qenë në periudhën më të artë të këtij lloji formati, pra kurba ka qenë në maksimum. Dhe vërtet mund të jenë spektakle humori që të konsumojnë edhe ishin sasis të përjafshëm, por ma beso, ka qenë një punë e jashtëzakonshme. Çdo numër nuk bëhej për të mbushur skaletën. Çdo numër nuk bëhet hajde ta heqim edhe këtë javë. Çdo numër nuk bëhet hajde ta mbarojmë. Sa orë prova bëhe? Gjithë javën. Që nga ndërtimi i skenarit... Atëherë në një ditë zakonisht, sa orë prova bëhe? Ne ishim nga ora 9 deri në orën 3. Vetëm prova? Vetëm prova. Wow. E hënë e martë bëhe skenari, të mërkurën kalonte në filtra, pastaj gjithë prova, aktorët, se nuk ishin vetëm një rol. Ishte të numrin e Renatës, kishe numrin tim, kishe numrin e Florit, me Xhodën, vetëm duhet të gjeje kohën. Si të shpjegojmë atyre që më ndjekin që si arrije ti të bëhe edhe grimin ai shpesh, se the ishte shumë role. Po. Unë jam natyrë shumë korrekte në punë. Madje më cilësojnë edhe si kafsh punë, dhe për mua ky është komplimenti më i bukur. Do ti e cilëson kompliment që thon kafsh? Kafsh pune. Po. E cilëson kompliment? Ty të bëm, ua, e bukur kjo Dalida! Mi imitove, ha? Interesante kjo Dalida, shumë e bukur. E kape. Dhe unë shkoja një orë përpara. Një orë përpara? Një orë përpara. Po çfarë bëj një orë përpara ti? Bëja grimin edhe kaloja të gjithë skenaret me të gjithë aktorët që kisha material. Bravo. Kjo është profesionalizëm. Prandaj ndoshta jam këtu ku jam. Dhe siç ta thash se ta lash për gjysmë, çdo numër kishte një mesazh brenda. Çdo numër godiste një fenomen të shoqërisë. Çdo numër tregonte aktualitetin. Po, me ngjarjet e javës, me atë që ndodhte gjatë javës, po. Kishte mesazh. E vërtetë. Nuk bëheshin hajde të shpikim. Jo. Krijoj numër mirëfilli, krijoheshin karaktere mirëfilli. Ka shumë aktorë që sot i identifikojnë me personazhet, për shkak të përsosmërisë së interpretimit edhe viteve të tëra që i kanë bërë. Pra nuk din ti dallojnë dot. Është vërtet. Foto tjetër. Donald Trump. Flori Donald Trump. Këtu kemi qenë në turin e Portokallisë në SBA, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Turin në Amerikë? Po. Dhe Donald Trump u imitua nga Flori. Po.
Kjo është një foto e realizuar në backstage për post numrit numrave që bënim në Portokalli. Menduam që Amerikanizonit. Amerikanizonin pak edhe të ishim pak më afër me ngjarjet politike. Ti mos më thuaj që ti bëre Melanie Trump. Jo, unë tu kam qenë gruajat e çifti i lumtur. Atë çifti i lumtur. Po. E mbaj mend nga veshja, por edhe nga flokët. Flori, shumë mirë. Po, e ka qartë dhe u prit shumë mirë dhe më duket në mos gaboj Flori e ka testuar për herë të parë. Po, në Portokalli, po. Edhe nga që shkoi shumë mirë, ishte figurë shumë interesante, edhe me që ishim në Amerikë dhe thash, okay, president. Tani më thuaj diçka mua, si e shikon Florin kështu të futur në politikë? Flori nuk di të them nëse do jetë një politikan i mirë, një politikan i keq, nuk di si do i shkojë rrugtimi i vet politik. Unë i uroj shumë suksese, kemi kaluar shumë mirë, kemi bërë shumë numra. Si suksese t'ja ish me PD-n ti me PS-n? Shumë numra, po kush tha që jam me PS-n? Po kur del Edi Rama në fushat elektorale, nuk je me Partinë Mundësia. Atëherë ta sqarojmë këtë se ky ka qenë edhe një nga keq kuptimet më të mëdha. Jo, i ka qenë mos keq kuptim, keq kuptim. Tash to lutem ora, më nuk të sqaroj. Ama do të gasmosh. Shiko, unë në Klanifornia kam pas bërë një personazh shumë të suksesshëm, Lushin Vallxhora. Po. Dhe te Lushit keqen motra e kam parë si të PD-s, si të PS-s, si të LSI-s, Partisë së Lirisë sot, deri tek kryeministre. Dhe kur ky personazh është bërë në Klanifornia, komentet kanë qenë nga më pozitivet. Edhe ai ka qenë një nga numrat që ka arritur maksimumin dhe shikueshmërinë më të madhe. Dhe unë të njëjtën gjë bëra edhe në fushatën, pavarësisht se nuk ishte skena e studios së Klanifornias, por ishte skena në qytetin tim të lindjes në Fier. Pra, unë i pash filxhanin, unë mund t'ja shoh çdo kujt filxhanin dhe ja kam parë me deputet, me ministra. Kjo Delinda i pa filxhanin, ka dhe një konotacion tjetër, i pa filxhanin. Ja pash filxhanin dhe ja gjeta rezultatet. Ja gjeta rezultatet. Sa theti? 70? 73, thashun, 74. Si këngjëm se i mori 83? Mori maksimalen që do. Fitoria u gjetë. Po ti je socialiste? Unë jam me Delindën. Me Delindën. Si është ajo historia që ti do ishe kandidate për kryetare bashkie në Tepelen? A ishte një status. E bërë ti? A ishte një status dhe unë... Unë e hëngra për shumë. E hëngra ti? Ka shpete e hëngra ti? Ka shpete e hëngra? Ja, po tani status tani e bën ti vetë, që unë do jem kandidate. Po mirë, ti e di që unë jam aktore shumë e mirëmore, kam imituar personazhe politik, lëshoj kështu statuse her pas here. Se kështë bërë asnjëre këtë, pëndaj. Ti se kështë bërë asnjëre këtë, që të bëjnë gjithë dhe si shashtu. Dhe po ta vëshre, unë kësha vën, duke që se kandidimi ishte në Tepelen, unë kësha vën edhe mbi emrin e vajzëris Zhupër, pra nuk e kisha vënë disha që të bëhe sa me i besueshëm. Po atere kam pasur të drejtë unë dhe gjithë popullin shqiptar. Dhe po, unë nuk e shoh veten në politikë. Unë Florit t'i uroj shumë suksese. Shumë nga aktorët e kanë marrë këtë nisëm, kanë lënë fushën e artit edhe janë... Erioni Saj, kryetar bashkie. Erioni Saj. Flori, 2. Delinda Disha, 3. Më falë, jo ti, jo, nuk qenë kë. Tani, do t'a votosh Florin se ti voton në Tiranë, ti nuk voton në Fier. Vota është e fshetë. Ama, tani. Vota është e fshetë. Nga e fshetë vota, tani. Pse, qa kujtote? Edhe është e fshetë vota. Edhe qa kujtote? Se do t'a them unë ty sa e fshetë është vota. A, socialiste e fshehur që je ti je kriptosocialiste je. Po shmendimi jotë, më shëzotre. Po mirë, mendimi im. Foto tjetër. Prap këtu, kjo vajza ishte ajo që... Kjo është aktoria, po, Lidhe. Qaterat. Trashe qerje. E bukur, e batut e bukur. Që e bo, e? Kam qeshur aty. Me lot. Po, me lot, jo, po, afër lotit. Ky ka qenë një numër shumë i lezetshëm. Flori dhe Linda ka qenë instruktorët e kërcimeve rumba, salsa. Edhe sigurisht, te ky numër ka qenë kontrapunti që Gjoda në thonjza krijonte
marrëdhënie me lindën dhe unë krijoja pëlqim me instruktorin. Rrethanat që është vendosur ky personazh kanë qenë nga më të shumtat. Domethënë i kemi vendosur kudo. Në skenë, në sport, në art, kudo. Domethënë është bërë për goxha vite për 6 sezone në Portokalli dhe i ka konsumuar të gjitha tematikat, të gjitha. Tani te këto pjesët erotike, Delinda, nuk thotë ndonjëherë burri e teprove një çik? Jo. Fare. Eldo është artist. Ta thash që në fillim kur jemi njohur, ai e di shumë mirë kush është Delinda edhe si sillet Delinda. Përkundrazi Ti je vetëm aktori që futesh te pjesa erotike, je futur te pjesa erotike e roleve. Do të flas me si çift me çifti lumtur. Do të aty je futur në pjesë dhe po sepse është një çift që tregon të marrëdhënien e një çifti shqiptar dhe kurioziteti është shumë i madh. Por ka qenë një numër i ndërtuar gjithmonë i bazuar tek tradhtia, por që naiviteti i bashkëshortit gjithmonë e kalonte me shprehjen e famshme jam punët e Zotit. Po megjithatë e bukura mjeshtria e atij numri është që asnjëherë ju nuk përdorni fjalë banale. Është ajo që ne mendojmë si shikues, po ju nuk përdorni dhe për atë bravo i qoftë. Ta thash çdo gjë, paktën në kohën kur kam qenë unë në Portokalli. Pastaj kur i ke ti zgjidhje se ç'është. Bëj me s'kam parë gjë, s'kam dëgjuar gjë, unë vetë dorën në zjarr. Për ato që kam bërë dhe kam thënë dhe kam interpretuar, për tashi. Foto tjetër. Xhemin e kam shumë xhan, është shumë pozitive, ka një ironi shumë të lezetshme në tipin në tipin e saj, edhe kemi shkuar shumë mirë. Është shumë solare, shumë e dashur, një vajzë dhe nën e jashtëzakonshme. Kemi ndarë vite pune bashkë, vështirësi. Me Xhemin asnjëherë. Është shumë solare, është shumë pozitive dhe nuk mërzitet asnjëherë. Jo vetëm me Delin, po... E kuptoj. Foto tjetër? Agron Llakaj, nuk e kam kapur. Kur kam shkuar unë... Prandaj e vura. Kur kam shkuar unë në Portokalli, Agroni xha ishte larguar. Nuk kam bashkëpunuar me... Cili është mendimi yt për atë që ne e quajmë një lloj babai humorit shqiptar, mas vitit 90? Ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për sa i përket humorit, unë e vlerësoj. Agroni ka qenë shembull edhe muzë për shumë aktor të brezit tim, meshkuj. E kam pasur idhull, janë frymzuar prej Agronit. Nuk e di kalimi nga Portokallia në një format që ka dash ta bëj vetë. Unë e kam ndjekur, e ndjek, e shoh, e vlerësoj shumë, por nuk kam bashkëpunuar të them... Ka rënë rasti? Jo, nuk kam pasur. Ke pasur dëshirë të punoje, të bashkëpunoje? Do kisha dëshirë, por kur vajta unë nuk ishte më pjesë e Portokallis. Por aktorët që kam dëgjuar, fjalë të mira, do më thënë nga bashkëpunimi që kam pasur me Agron Llakën. Foto tjetër? Klanifornia. Ka mërmollë? Kam. Sa zgjati? 4 vite, besoj. 4 vite, 4 sezone, të plot. Të plot, se me 3 mujorsha, 2 sezone quhet viti. Shtator qershor. 2 sezone quhet viti. Po? Një pothuajse pjesa më e madhe e aktorëve i njëja me... Që nga Portokallia? Që nga Portokallia, Olcin, Visjanin kemi qenë në kurs, me Eglin nuk isha bashkëpunuar asnjëherë, ishte ere e parë, Eglen Laknorin, me Eglin, që kam bërë numrin e famshëm Zysh Sythën, që aty realisht e ra. Si, e ke qëlluar me vërtet? Pa.
Dale më nxit çik foton ku është? Ja, ti, do më mbas ti me verdhat, po. E qellove me vërtet? Po. Çfarë Dhe prandaj ai numër ka dalë aq i bukur. Dhe vetë Egi thoshte Delinda të lutem më gjuaj që ta ndjej që ta përjetoj dhe ta kem vuajtën tamam. Të mori gruaja ti në telefon? Më ka rrarë burri? Anën e kam shumë shoqe. Ba, kështu e prishe fare tani. Po sa i rire? Sa dubla të bëni, po zakonisht me një dubl. Ore sa dubla ke bërë atëre? Po shumë, janë bërë shumë numra. Janë bërë shumë numra. Do të thonë ti mund të ke bërë 10. Do të tregoj një moment shumë interesant. Xhironim tek kryqëzimi para se me shku ke klani, xhironim numrin Te rreth rrotullimi aty. Te rreth rrotullimi, xhironin numrin me sythën edhe me canën dhe shpjegonim, unë si zysh shpjegoja rregullat e qarkullimit rrugor dhe Egi ishte ai që mbante dhe më xhironte mua që t'ia tregoja fëmijës se bëj mësimin Covidin, nuk shkonin nxënësit në shkolla dhe e kam rrahur. Paske dhe dorë? Se nuk e mbante mirë kamerën. Paske dhe dorë? Sinqerisht, Roland, janë mbledhur njerëzit dhe i vinte gjyna. Ka rrodhë njëri që kalonin aty? Po. Me të filluan dhe xhironin, bënin, erdhën aty, i vinte gjyna. Ishte momenti që Egi anti dhe një çokoladë, ja mora çokoladën, ja plasa dhe në fytyrë, dhe këto ishin gjëra që na lindën nga improvizime. Po kështu në vërtet ka rrahur në një ditë? Ja. Atë pas ka rrahur, pas ke kompanisë. Është dorë artistike, nuk është. Dorë artistike, Allah belabe. Foto tjetër. Prap këtu. Kjo është një foto e një prej tavolinave darkave që ne mblidheshim. Mas shfaqje. Me turin? Ne mblidheshim me turin. Albano, Andrea, Juli, Egi, Rudina. Nuk jemi të gjithë faktikisht, është foto që është kapur nga fundi. Nga fundi kishin ikur të tjerë apo vazhdon tavolina këtu? Jo, nga fundi që një pjesë e mirë kishin ikur. Kishin ikur, pastaj bënin foto jo kur kishin ikur gjysma. Edhe Juli. Kemi shkuar shoh edhe Jul Deda patjetër. Po me Juli. Se edhe Juli në politik, se harrua. Kemi me PD, ka qenë me ato... Me PD, po vazhdon aktor. Jo, ashtu ndodhe një punë me Lulin. Me Lulin ndodhe një punë. Do në opozitar si Jul Deda, të kishe PD-ja një adhje si Jul Deda, do ishe ndryshe PD-ja. Do ishte bërë. Po, e punë. Të pëlqeo. Foto tjetër. Këtu është po në Klanifornia me gocat, me Cubin edhe me Rudinën. Tani edhe kaq elegant edhe Cub. Ka pseudonimin se... Po ti si ke pseudonim? Nuk kam. Cubi e ka emrin Esmeralda. Esmeralda ka emrin edhe shkurt Cubi? Po. Po, më kujtua njeri që kështë edhe shkurt s'kishe lidhje fare edhe kjo. Po Cubi? Labe, kush e di, ja kam vënë andej Cube. Kush e di ti e një, unë se një? Nuk e di, me thënë drejtën nuk në ka rasit bisedojmë për... S'keni vajt dhere aty? Jo, shkonim shumë, po nuk e kemi konsumuar si bised arsyen, si ka ardhur kë... Po, Delinda? Më falë Dembace? Rudina, ishte periudha që edhe Rudina ishte pjesë e spektaklit Klanifornia. Ka qenë edhe Eliona atëre aktore në mos gaboj. Eliona Pitarka. Edhe kemi qenë, ky ka qenë një numër që bëj vetëm me gratë të forta, me femra. Dhe për i vërtetës kemi shkuar shumë, shumë mirë. E kam parë, dhe më ka pëlqyer. E ke parë? Po. Po këtu ju me këtë kolorit kështu United Colors of Benetton. Pas një lloj lidhje me një tjetër, verdh, kuqe, zez. E bukur si. Janë kujtime që ngelen, se ja sot secila ka marrë rrugë tuaj ndonjë rrugë tjetër, janë në stacione të tjera të jetës tyre. Foto tjetër. Kjo është foto që më pëlqen më shumë. Ka shumë të kujdesur për ty? Po ta shikosh nga portreti, është foto e fillimeve të mia në Portokalli. Unë kam qenë shumë e vogël, po kjo 1, 2, 3, 4 është grimi i Portokallis. 5. Ta thash, unë... Tani po të bëj një sfidë ty, më thuj që ke emrat e tyre. Lori, nuk jam mbaj mend mirë goca. Të kapa.
Po nuk kanë kaluar shumë vite, plus që grimierët do ndroshin njërin në 2 muaj, 3 muaj. E nëzore, efekte sekrete. Po arsye pra, nuk po justifikohen, po tregoj të vërtetën. Efekte. Po unë prandaj të pyeta që ti të harroj dhe të nxirri këtë që grimierët ndroheshin. Po nuk harroj kollajun, po iknin vetë apo ishtin nga puna? Duhet me i pyet, nuk e. Po vim ata po t'rregullojnë flokët, ti shikon në celular? Jo, unë po bëja foton që ta fiksoja këtë si moment, sepse siç ta thash në Portokalli unë kam mbajtur një peshë goxha të madhe të numrave dhe për shkak personazheve që realizoja kisha shumë grim dhe u do të shumë punë, po të mos harrojmë që ishim me publiku në sallë dhe ishte shfaqja jepe live dhe unë duhet nga numri në numër e kisha kohën të limituar dhe duhet isha gati për të ngjitur në skenë, sepse çdo vonesë ishte në dëmin tim, në dëmin e tërë shfaqjes edhe në produktin final. Unë kisha parë Kate Winslet me 2 parukiere, po me Delinda Dishën me 5. Me 5 Delinda Dishën nuk e kisha parë. Gjithmonë ka një herë të parë. Një herë të parë? Po. Bravo. E bukur. Foto tjetër. Behari. E kam Gjan fort. Kam punuar i njeri dhe aktor i jashtëzakonshëm. Kam punuar në Kalifornia. Ka një gëzon një respekt të veçante tek unë. Si ka mundësi që roli që ai vazhdon të mbajt mend është ai shëjsar? Shëjsar? Mund ta bësh pak? Shiko, unë imitoj pak. Do të Behar Mera ka imituar atë, shëjsari. Tani ti imito Behar Merën pak tani, se i tha, ku ndodhet Elbasani, tha, në kërthisë të Shqipërisë. Ku ndodhet, tha, në kërthisë të Shqipërisë. Edhe aty filloj pastaj. Shëjsar. Hajde, imitojnë. Që me gjeti mua me ty, po të imitova, nuk u knaqe. Jo, mua, pa çfarë është kjo mua? Behar Merën. E kupton tani, Delinda Disha imiton Behar Merën. Live. Shpërthen Delinda Disha. Delinda Zhupa. Të shpërthej tamam. Disha, tashmë jam Disha. Kamera. Po, këtu. Shëjse! Shëjse! Vashma, që ke? Pse drite që? Bashk, shëjse! Në kërthis të vendit, shëjse! Unë nuk e imitoj do tash mirë, realisht se është aktor i jashtëzakonshëm, por ta thash, gëzon respekt dhe vlerësim maksimal dhe realisht është aktor që edhe unë e duar trokas edhe Beharin, për edhe Delindën. Kontributin e jashtëzakonshëm që ai ka në artin dhe humorin shqiptar. Tani ke puthur tokën ku kaloi Edi Rama. Ky është personazhi militantës. Këtu s'ke ku lëviz këtu. Këtu je socialist edhe... S'po lëviz. Po, nuk po lëviz. E vërtet është, nuk po lëviz. Tani të lëviz që. Ky është personazhi militantës. Dhe në këtë numër unë kam bërë 2 personazhe, edhe Lushin edhe militantën. Dhe që unë ta jepja atë militanten e thekur, që është gati të japi jetën për Ramën. Për Ramën. Po. Nuk e kisha në skenar, e kam improvizuar. Do të kaloj Rama? Kaloj Rama dhe unë mendova në të qindrat e sekondit truri im ka punuar çfarë mund të bëj që të arri maksimumin e simpatisë për Rama. Për liderin. Për atë. Për atë. Dhe më shkoi mendja ta puth tapetin. Tani e buzën e vërë në tapet apo një qikë shumë? Po i qikë shumë. U bërë pisë kështu? Shiko, arti ka sikur, Roland, që ta dish. Po e putha, man. Atë mbajet. Dhe ka qenë një moment që ka arritur kulmin numri. Ne kemi qenë, ka qenë shumë i madh stafi që ishte jashtë. Po kishte edhe lart. Kur xhiroi, lart ishte opozitari, Egi. Po, që bënte protestë. Basha. Në Sara Porama vetë çfarë tha? Edhe u habit? Më shumë merrej me Blendi se Albano ka pasimituar vllajën e Blendi Fevzi. Gjetje fantastike. Vllajën e Blendi Fevzi. Edhe me flok.
Me flok, po. Jo pa flok si Jo Blendi, pa flok, është e vërtet. Dhe ky ka qenë një moment që unë kur ndjeva dhe të qeshurat e atyre që ishin në sheshgjerim, thash Deli, jo e ke realizuar, po E pa ish? e ke kapur 100%. Ai sondazhi i parë. Ai është sondazhi i parë. Tani Rama çfarë tha vetë? Tha këtë nusën këtë gocën ta marrin partizane? Ja, unë i dhash dhe nuskën atit, Po? mori nuskën e fitores, Po? se kjo ishte të zgjedhjet para të 11 majit. Ka qenë i ftuar për zgjedhjet para 11 majit. Po? Dhe ja dhash edhe i fitoi dhe ato dhe këto. Filxhane. Qa socialiste fshehur je ti. Foto tjetër. Këtu është filxhani pra. Pra filxhane, po sa atje ishte. Jo pra, filxhan pra, këtu je me filxhan këtu. Po pra atje ishte Tani këtu na thoi militante. çfarë tha Rama, na thoni gjë çfarë tha Rama tani, mos e Se mbaj. lash me fol fale Ramën. Ku foli Rama? S'ka fol fare. A e ke ndjek, e ke parë tamam. Ki vetëm njëri që ke bërë Ramën të mos flasë. Ai kur E flet ai. hipnotizova, i thash mos fol se kam kontakt me ata lart dhe më jep dhimbje koke. Se është i vështirë. Këtu të gjithë thamë që kjo e hengri, do më thënë u fut në politikë. Ishte një moment që edhe komentet me thënë drejtën nuk ishin, ta thash, si që ishte dalja e parë, që bëra numrin e Fallxhores. Këtu të bën tamam socialiste. Këtu më etiketuan, por unë kam përshtypjen që kjo vjen nga që situata është e tillë, njerëzit është kaos, edhe kanë edhe nevojë. Por unë mendoj që koha është ajo që i vërteton gjërat edhe do shifet. Kjo është edhe ti. Kush të ftoi ty të ishe pjesë e shfaqjes? Socialiste, e Jesu, ato mbahet socialiste. Kush të ftoi ty të kjo shfaqje? Fakti që ti ke zgjedhur kaq shumë, ti je krye socialist, vetëm foto. Socialist vetëm mjeka. Vetëm foto. Të lutem, vetëm krye socialist vetëm mjeka, të lutem, mos ma bëj këtë. Vetëm foto. Mos ma bëj këtë. Deli, mos ma bëj këtë. Po tash ç'të të them unë ja. Foto tjetër. Ja, më ja se ka dhe tjera. Ka dhe të tjera tani. Nise kështu familjarisht. Ja pra, ja po doja. Urdhë, ja, lushi prap. Shef me PD-n? Ha, ç'a do më thuash tu, demokrate flak? Po. Ha? Po, e kthen ti, e kthen. Varet filxhani zemra. E nxorë fituese, këtë fitoi kjo. Jo Rida Tabaku. E kam Xhani Ridën, e pëlqej, është shumë punëtore. Do të thënë nëse Jo, punëtore ku e njëti që është punëtore, se ti je aktore. Jo, të paktën çfarë Në dukje. Çfarë shoh në dukje më jep atë idenë e një punëtore jashtëzakonisht madhe. Po vjen Partia Demokratike në pushtet, si bëhet ato Delinda? Je shqetësuar për këtë? S'merresh me këto gjëra ti. Ti vetëm të thomë motra për politik, do të imitoj në një Filxhani yt çfarë thot? Po s'ma ke bër kafen pra, me ujë, E urdhë. pim aty në. Po e pive, po ishe macchiato, duhet turke. Duhet turke? Pijet se kalon nga damari zëmrës, Gabimim. që ta dish. Buzët, kontakti me filxhanin, kalon nga damari zëmrës dhe ti e lëshon energjinë tënde aty. Pastaj e trazon, e kthen llumin mirë që mos të ngelin shtollunga të zeza. E kthen. Je bekimin dhe në momentin që është tardi, me no! Shifet filxhani. Nga e ke mësuar këtë? Kush ishe kjo Fallxhore? Nuk është se e kam profesion të dytë parën e filxhanit. Jo, nga e ke parë që se i bërë fix. Po aktori studion, vazhdon. Po ke në i afër te e kam fjallën? Jo. Foto tjetër. Jam edhe për dëja tani se ngele duke më thëmë përse jam me Belin Klliçi. E drejt qik më me lezet, më këndshë, më... E kuptove, e kuptove. Këtu, unë kam qenë shtatzan. Po. Kam qenë në MCN-t e Gjadat dhe her pas here Bëj video. Edhe për rrjetet e mia sociale, unë bëja parodi. Dhe ky është një moment nga ajo parodia të cilën unë e kam bërë, ishte koha kur kandidonte Belind Klliçi për Bashkinë e Tiranës. Për Bashkinë e Tiranës dhe
nga video, se është video, ti ke kapur këtë momentin, të framin në momentin e fotos. Ka qenë shumë interesante, ka ecur goxha si parodi, po, si video. Belind Klliçi, çfarë mendimi ke për Belindin? Përpiqet. Përpiqet, ë? Po. Belind, përpiqet, thot Deli. Foto tjetër. Nuk e njoh. Po përpiqet. Personalisht, po me aq sa e kam parë portokalli. Këtu erin portokalli. Portokalli dhe ka qenë spektakli i fund vitit. Po? Në mos gaboj nuk ka qenë tek numri im, ose mund të kemi pasur një numër... Që kishit ftuar, më duket. I ftuar, ose mund të ketë qenë numri me Brisin, se është shumë ka vite, është goxha... Po cili ka Brisi me Semiteri? Goxha herë, nuk e ti si ishte bërë teksti skenari, nuk më kujtohet, por nuk është se kam qenë me rolin e Brisit tu, kemi qenë tek grimi në backstage, mbasi dhe unë kisha bërë dhe shumë numra... Se edhe unë u habita përndaj e përndaj... Jo, dhe më thënë, mund të kemë qënë tek pjesa se ne atere aktorët edhe bënin edhe kërcim, bënin edhe performanca me pantomime kërcim, dhe e mbaj mund që ka qenë veshja e Baba Gjyshes, Santa Clauses që bënë. Foto tjetër? Dhe foto kujtim në backstage ka qenë i ftuar. E bukur Agrid. E kam imituar dhe Agrid. Bukur e imituar. Bukur e imituar. Pa the, e kam imituar bukur. Faleminderit, çfarë do pish? Ja, uj. Ma imito pa këtu. Dëgjoj, Roland. Arsyeja mos arsyes kërkon atë që ekzistenca mos duket e pakapshme. E pavërtet. Sepse njerëzit duhet dalin edhe nga varfëria. Duhet shohin edhe atë pasuri që ka shpirti. Sepse inkonscienca është e tillë që vërtet bën të imagjinosh gjëra të paimagjinueshme. Ky është një tekst improvizuar tani, por me terminologjin. Fix fare. Tani edhe Gridës ti ke... Ja kam parë filxhanin. Ja ke parë filxhanin. Ka kaluar. Kujt nuk e ke parë filxhanin, mo? Vetëm ty. Do më shikosh filxhanin? Do t'i nxjerr ca unë të... Do më bësh një filmim? Foto tjetër. Se ti nga aktrimi i kalove në media, e kisha harruar këta? Jo, mos e kam harruar. Ka qenë një aktivitet që bënte Ambasada e Shteteve të Bashkuara këtu në Shqipëri, ambasadorja Yuri Kim. Nuk e di, mos gaboj, ka qenë dita kur do të linte detyrën, nuk e di. Do ikte. Ai që bëri disa ftesa, disa shumë vajza dhe gram shumë. Aktiviteti, jo, kishte goxha personalitete të ftuar. Po? Dhe ishte dita e fundit, por për shkak se unë edhe e kam pas imituar, dhe në atë kohë ka qenë edhe një aktore tjetër, nuk e di, që e imitonte ambasadorën Yuri Kim, nuk e di me thënë drejtën, dhe ambasadorja kishte shprehur pëlqimin që thoshte interpretimi që më bën Delinda Disha është më i bukur. Dhe u takua? Po, dhe ka qenë një organizim tjetër i ambasadës amerikane që unë kam qenë e pranishme të pallati i brigadave, dhe mbas asaj ka qenë edhe ky aktivitet, dhe unë kam qenë shtatzan këtu, dhe më tha më vjen shumë keq që nuk do jem të rastis kur do lindesh Konstantinin, dhe ditën e lindjes më ka sjell një dhuratë shumë të bukur. Në Amerikë? Po, edhe një kartolin me një shkrim, me një dedikim. E ke besoj shumë e bukur, edhe unë ndjeva shumë e vlerësuar me të drejtën. Më bë qefi. Por ka qenë kjo që fakti që i pëlqente më shumë interpretimi im, dhe thoshte të ndjek gjithmonë në çdo dalje, se ishte periudha atëherë që ne bëshëm goxha numra politik në Kalifornia, po në lidhje me ku përfshi edhe ambasadorja. E dhe me këto pak Yuri Kim, se kjo është shumë pak. About the circumstances and strengthen. The mission and the circumstances is possible.
Kështu çfarë thaj që qeshët? E imitova edhe aty? Dale jo, më duket se ka qenë një këngëtare tjetër, Po? edhe nuk e di se qa batute tha, edhe na erdhi për të qeshur. Po ti edhe dhëmbët je imitoke, më ti pas ka dhëmbët njësoj? Jo, kjo është aftësia ime Aftësia që edhe- mu si Për ti përshtatë dhëmbët. mu si delin marr hijen e personit që rri, që imitoj. Foto tjetër. Aftësim vete. Bravo. Dhe ky numër më ka pëlqyer shumë. Shumë i bukur me Albano Bogdan. Sepse thosha, Ka qenë numri ti e datëlindja e vitit? 89. Ti se ke njohur fare atë regji. Dhjetor të Si ka mundësi të bëhe kaq bukur? Si arrite? Po, ke video, ke histori, ke... Prap nuk e Se përjetuar. nuk është të thënë të kesh jetuar edhe... Jo, sigurisht se që ne Ismail Qemalin nuk kemi jetuar ose atëherë. Skënderbeun, vërtet s'kemi bëu. Po prap, kishe diçka që duke sikur ishte me vërtet që mosha të zëm Agronllaka që ka njohur atë apo Bearmera, e ka njohur atë sistem. Kam përshtypjen që edhe tek brezim, sado që jemi fillim në demokracie, qofte edhe nga prindi. është hija, po prindrit. Jo, e ke lutur shumë bukur. Falenderoj. Prandaj e vura këtë, sepse nga këto rolet historike, okay, ti mund të luash Vasiliqin, po thjesht i ke në thjesht perceptimet e tua. Po këtu ishe sikur, ti këtu ke luajtur sikur ke jetuar në atë sistem. Ka qenë numri i letër këmbimeve dhe ka qenë një numër realisht shumë i bukur dhe një numër edhe nostalgjik, do të thoja unë që Skenari kush është? I rikthente. Skenarin e ka shkruar Edi Oga, po, patjetër. Kush? Edi Oga. Edi është skenaristi i jashtëzakonshëm. Skenaristi i këtij numri ka qenë Edi Oga. Skenaristi i jashtëzakonshëm. Po, domethënë pas që kishe diçka, po megjithatë ti ke lutur shumë bukur dhe prandaj e vura. Foto tjetër. Dua të bëj gropën, imitimi i Arbanës. Ti e vure këtë titullin se dua të bëj të lumtur, dua të bëj gropë? Titullin e ka vendosur skenaristi. Edi? Jo, nuk ka qenë Edi, ka qenë një djalë i ri, Alion Caci. Po shumë e bukur titull. Dhe shiko, e di si ka qenë ne sapo kishin filluar Klanifornien, dhe turi kishte merakun sepse kemi qenë në të njëjtën kohë në prime time me emisionin që zhvilloi paralelisht Dua të bëj të lumtur. Dhe turi kishte merakun e audiencës. Dhe unë si stratege që jam, i thash dëgjoj, ne do të bëjmë Dua të bëj të lumtur në versionin ton dhe Arbana do ta imitoj unë. Dhe turi ma besoi këtë gjë. Dhe për aq kohë sa ky numër është bërë, grafika ka qenë Klan, pastaj tani është mërzitur një nga këta që ke imituar, Deli? Mërziti vetëm me zyshën time, me pedagogen. Pedagogen të artet? Po. Është mërzitur ajo? Po, u mërzit e përjetoj shumë keq. Qa thua, po pse? Po e përjetoj se të nesme mëngjes vajtën studentët e zyshe të ngrihet apo të ulet libido. Tekstin që kisha bërë në Portokalli, nuk e kishe përjetuar dot. Ne e rregulluam. Si e rregulluat pse? Unë nuk e bëra matrole, shfaqur vetëm një javë. Do të thënë, Delinda Disha që nga dorëzuar, i vetëm njëherë shfaqi rolin me zyshën? Jo, unë e respektoj, e kam shumë gjan, ne i rregulluam. Edhe këta i ke gjani, pse Arbana Osmani nuk e ke gjan? E kam gjan, por nuk u mërzit. Tani, nëse ti ndihesh keq që unë të imitoj, edhe unë vazhdoj edhe të hiperbolizoj edhe të çoj ty në rrethana të ndryshme ku njerëzit nuk e kanë imagjinuar më përpara ta shohin Rolandin, ti si do ndiheshe? Nëse ty të bën të ndihesh keq, edhe unë për shkak të miqësisë, të afërsisë që kisha me zyshën, sepse më donte edhe e dua shumë, vazhdoj, se i kemi ruajtur marrëdhëniet. Unë hoqa vetëm njëherë lujtë, vetëm njëherë, po tu ka imituar kush? Se di. Po ata ka thënë njëri, se Jo. Me sa kam qenë Ulin, me sa s'ke dëgjuar gjë kështu lart e poshtë? Po imitohem unë, si imitohem dot. Ti do të imitoj unë ty në një ditë që pse vetëm ti më imitosh mua. Foto tjetër. Po s'më imiton dot. S'imitoj dot? Jo. Do vëm bast? Me sa dush. Mirë, kur të ftoj herë tjetër do ta imitoj këtu. Po sot jo se jam pa prova. Që do prova do, s'bëhet fjalë, po
Cili është libri që do dohet të lexojë përsëri? Kjo është gjykacja. Po prit, s'ka vajtë gjykacion. Në fakt kohët e fundit kam lexuar vetëm drama edhe komedi. Edhe në dorë kam një komedi shumë bukur angleze. Po? Që ma ka dhënë regjizori Kicho Londo. Ke shfaq? Po, jam në fazën e leximit. Po? Një komedi shumë e bukur. Por libri që do doja të lexoja dua të kthehem në adoleshencë. Me poezi? Ja, ka qenë një roman, po, I kujt? që është bërë edhe film, 3 metra sopra i cielo. Është shumë i bukur, pavarësisht se filmi realizuar është krejt imagjinata e regjizorit, po. Edhe një libër tjetër që më është ngulitur dhe që do kisha dëshirë qoftë edhe të luaja një nga personazhet, është Parfumi. Është jashtëzakonshëm. Po. Edhe me ato skenat, ato kur qërohet peshku, ndjeja e aromës, përcaktimi, marrja. Do të thënë, unë e kam filmin, pavarësisht se e kam parë edhe filmin, po e kam të ngulitur. Kë ke idhullin tënd në aktrim? Idhull nuk di të them, sepse ta thash unë i vlerësoj edhe jam rritur edhe me aktorët e teatrit, filmit. Ne kemi një plejadë shumë të mirë aktorësh, po edhe me aktorët e estradës, edhe pasi dola dhe fillova punë, kam pasur fatin edhe kam luajtur, kam interpretuar me ta. Po nuk di të them kë kam idhull. Nuk është... Pëlqej shumë aktori, simpatizoj, më pëlqen puna edhe ndoshta stili që kanë se secili aktor. Kjo lidhet edhe me natyrën tënde që je aktor humori? Shiko, unë jam cilësuar si aktore humori, por ta thash unë edhe dramën e kam shumë pasion. Edhe tragedinë e kam shumë pasion. Edhe kur kam qenë në shkollë, më shumë kam bërë dramë edhe tragedi se sa komedir. Me ignoj do të duhet të heq një gjë komplet që të mendoj që ti... E di pse ndodh kjo, Roland? Sepse ke pas sukses në atë, prandaj. Jo, sukses, po edhe ti, për herë të parë, mua më ke parë nëpërmjet ekranit në këtë lloj formati. Dhe këto lloj formate kanë diçka që të nguliten në shtet, sepse është audienca shumë e madhe, nuk është se ti po interpreton në një skenë teatri me 250 veta dhe mora ato dhe njifesh nga publiku i zgjedhur i teatrit, pra masa, audienca që të falë katrori i televizionit është i jashtëzakonshëm. Ose drejt këndsh. Ose drejt këndsh, është i jashtëzakonshëm, por kam përshtypjen që kontakti, domethënë audienca mua më ka njohur në fushën e humorit. Më ka njohur në këtë... Po nga aktorët e huaj? Aktorët e huaj ka plot, neve edhe folëm, biseduam. Sa serioz është Mr. Bean? Jam thuaj ti mua. Shumë serioz? Vetëm ne i qeshin? Po me seriozitetin e ti. Norman Wisdom? Pitkini? Jashtëzakonshëm. E kam intervistuar, diti këtë? Unë e kam intervistuar. E mrekullueshme. E kam intervistuar Norman Wisdom. Ka bërë 2 vizita në Shqipëri ai, te e dyta në vitin 2001, shkurt 2001, unë e kam intervistuar, vajti vizitë në maternitetin në Geraldine. Mbretëresha Geraldine. Mbretëresha Geraldine dhe e kam intervistuar sa doli nga materniteti. Edhe është nga ato top intervistat e mia. Edhe Mr. Bean i theti po, serioz është. Është e vështirë të luash humorin. Pra ti duhet ta luash sa më shumë ta luaj aktori hallin, aq që më i madh është komiciteti. Pra, domethënë ta dëgjosh është e pabesueshme, por sa më shumë ta luash dhe sa më sinqerisht, sa më realisht ta luash hallin, aq më i madh del
komiciteti, aq më shumë të qeshura shkakton, aq më i madh është humori. Ktu kishe kaluar në një hall me gjyqësurin që imitove ose kishe një rol? Jo, ishte gjykacja që u bë e famshme. Ti vetë s'kishe në? Shiko, jo, nuk është gjykacja. Kjo është e famshme. Kush? Këpërata. Deputetja? Kjo është këpërata, deputetja. Në fjalimin por është bërë numri në zyrë. Pra, ne e shfaqnim intelektuale duke lexuar. Kjo është deputetja këpërata? Kjo është këpërata e famshme. Kjo është këpërata. Nuk më kujtojtë, më dhënë edhe këte ke bërë. Ka qenë hit. Hit ishte, po edhe pas ke bërë. Tek Kalifornia, ka qenë tek Kalifornia dhe ky ka qenë një skeç mbasi u xhirua numri me deklaratat. Ç'është këpërata? Mbasi doli numri i parë, ky ka qenë një tjetër. Atëherë ti duhet të kishe mbajtur librin nga ana tjetër pastaj. Këtu foto është shkrepur nga vajza e cila bënte foto për rrjetet sociale dhe lançimin e numrave. Libri ashtu është mbajtur, po këtu unë sapo isha ulur po njihesha me. E ka vë. Që libri duhet të jenë tjetër. Po ti e ndje kartën. Bravo. Foto tjetër. Nuk je. Mos më imitome. Tani kam parë këtë videon, bëri shumë përshtypje, Antigonea etj. Njoh se shumë mirë historisë. Më befasove. Mos e befasova, unë ta thash, mua më pëlqen shumë vendi im, historia edhe e kam atë ndjenjën e patriotizmit. Këtu kam qenë. Teksti është i yt? Teksti është i imi, por sigurisht ta thash Eldo është ai që qëndron gjithmonë mbrapa meje për të më korrigjuar dhe doja të thoja që kam qenë në Gjirokastër dhe unë shkova me një projekt artistik, me një shfaqje. A kishe shfaqje ti? Kisha shfaqje. Dhe u ktheve këtu? Dhe ma beso, për aq kohë sa kisha, për te i provave dhe orarit së shfaqjet, jemi përpjekur me Eldon që të vizitojmë edhe të zbulojmë edhe të eksplorojmë edhe të promovojmë me aq sa kishim mundësi, me aq sa kishim kohë, turizmin po dhe historinë. Do thënë, të vërtetat tona. Një qytet për dashurinë. Më pëlqeu shumë. Ishte shumë. I thoi Eldos, bravo për tekstin, se ti që nga i fshehur vlla, po ti merr kjo të gjitha, kjo labja, teksti ishte shumë i bukur. E kemi në bashkëpunim. Dhe më leri këto tani. Dhe të tregoj edhe diçka, në Facebook më shkruajti një zysh, një mësuese, dhe më tha Delinda, të lutem na jep më shumë informacion që të çojmë xhoncit në ekskursion, sepse është diçka dhe është një pjesë e historisë, një pjesë e antikitetit që nxënësit nuk janë të informuar dhe aq më tepër për figurën e Pirros së Epirit. Pra është aq e cingume historia, sa shumë veta nuk i din dhe ne i kemi këto gërmadha, këto rënoja të vjetra, këto qytetërime antike që vetëm zë nuk kanë. Foto tjetër? Mos gaboj, duhet kemi 1-2 foto. Vete. Tani e di pse e vura këtë foto, do thosh ç'është kjo foto, ç'do më thon kjo. Unë kam parë gjitha fotot e tua Delinda. Je shumë e lumtur në Instagram. Ka që lumtur je? Jam realisht e lumtur. Unë shkryuar një si kështu shtres borgjezie Instagrame, po ta vësh. Ti je borgjeze? Je shumë i drejt për drejt. Jo, po në anash. Ja, si thua ti, si të duket ty? Jo, borgjeze nuk je. Edhe më ke vëzhguar, e ke parë. Kam studiuar, po. Instagramin me detaje, më ke analizuar. Unë jam gazetar, nuk jam dentist. Më duke je e lumtur. Kaq në Instagram. Kjo është një foto në Potam të Imarës, ka vite, nuk është tani së fundmi. Tani jam shëndoshur pak, nuk është se i kam ato linja. Mos fol keq për vete, pse? Jo, nuk flas keq, po them të vërtetën. Këtë dita drejtosh apo ke dal kot aty? Jo, kjo është me gaz. Neve ka qenë momente sa zbritëm tek moli aty, edhe nga që kishim edhe shumë nga skafi, çanta e gjëra, morëm edhe këto që të shkonim drejt dhomës. Po, hipet i vetë, drejtove ti? Po, jape, ose unë, ose vetëm me gaz janë ato, nuk kanë marsha. Do e drejtoj mirë, këtu e kam fjalën unë. Nuk pësove në i këshu. Ke drejtimi, po. Më vjen shumë mirë që je lumtur. Foto tjetër, kemi? Po, duhet kemi. Gjata! Ti e gjata? Ja. Si e gjata? Po se vure gjata?
Ashtu e gjeta emisionin, atë emër. Kush e vuri emrin? Nuk ja kam vënë as unë as... Se ishit gjadat shumës, gjadat. Gjadat 2. Ju ishit 2 gjadat. Nuk Kush ishin gjadat? Kur kam shkuar unë, ka qenë Fiori Dardha dhe unë. Pastaj u largua Fiori, erdhi një vajzë tjetër, pastaj i ka unë tani nuk e di, vazhdon si është. Jo, vazhdon. Vazhdon rotacioni, vazhdon... Pa tjetër vazhdon. Je kënaqur me atë që dhe more nga gjatat? Jam shumë e kënaqur, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Se Armir Shkurti është nga më profesionistët në këtë drejtim të kësaj lloji gazeterie. Për sa i përket fushës investigimit ka vite që është marrë. Autorsinë ka pas Fiori dhe më pas erdhi Armiri. Eksperiencat e gjatat ka qenë shumë e mirë, shumë e bukur, ishte ndjenje sinqert kur ti ndodheshe përballë hallit të popullit, përballë denoncimit që ai sillte, dhe ti momenti kur ti ja zgjidhje dhe ai të falenderonte nuk kishte kënaqësi më të madhe. Po e thoshe kështu çka ka ndodhur? Po suspansa, mënyra se si e shef ti. Shkoi mirë me Armirin me Tatin? Shumë mirë. Kemi pasur marrëdhënie shumë të mirë. Edhe me Fiorin me. Ka qenë staf jo shumë i madh, staf i vogël, po për aq vite sa u bën 4 vite sa u bën. Tani ti ke qenë dorë fare nga drejtimi në televizion në lloj këtu formate? Unë tani jam në një moment pauze, reflektimi, pak marrje kohë me veten, me familjen, me çunat. Je pa punë? Po. Po si mund të jesh ti pa punë më të lehtë? Tash unë punoj, kam ato gjërat e mia. Po, projekte, si ta thash... A gatuar në shtëpi o Delina? Jo, po si ta thash, sapo më ka ardhur një komedi, të cilën po e lexoj. Tani, do të thonë, ku shfaqet komedia? Po, besoj, fillojnë provat se do një muaj të piqet. Si titullohet? Bojaxhiu. Bojaxhiu, Delina. Do vi unë të premtoj, do vi. Unë, ja një. Ndiqeni Bojaxhiu, Delina. Çfarë roli ke aty? Si quhesh aty? Ende nuk e kemi përcaktuar, se unë sapo ka marrë veprën, ti rrofsh për reklamën, je pak më i shpejt se çtu. Unë marshin e thëmë. Merë flak! A qa thua, po ti që është të bëjsh këtu? Tani unë jam në fazën që po e lexoj. Me shumë dëshirë. Veprën është shumë interesante. Kush është regjisor? Kiço Londo. Tani më imitojnë që tani. Tani Kiço Londo ta theu në këta kështu. Kiço është më i miri. Kiço është regjisor i mirë, po edhe një menaxher arti i jashtëzakonshëm. I papar. I jashtëzakonshëm. Kiço të përshëndesim. Ka promovuar shumë aktor. Vërtet. Edhe Prodhon. Kjo është një gjë shumë e mirë, se për artistin aq katapultimi parë duhet. Pastaj duhet dish ta menaxhosh veten vetë. Kiço ka promovuar jashtëzakonisht aktor. Foto tjetër? Kemi? Se jemi të fundit me sa më kujtohet? Rozi, ka qenë eftuar te Klanifornia këtu. Ka qenë eftuar. Po edhe ke punuar? Ti ke punuar me jo, se ka zënë ty. Jo, ka qenë me firmë, po? Ka qenë në fillim. Eftuat në spektakël? Po, ka qenë eftuar në spektakël, po me Rozin kemi luajtur edhe në teatr. Kam eksperiencë shumë mirë, kemi luajtur komedi, ka qenë Mirandolina, Rozi ka pasur rolin kryesor, unë kam pas njërën nga aktoret, dhe kam marrëdhënie shumë mirë, kam mikesh shumë të mirë Rozin. Po, foto tjetër? Këta nuk e di tani, nuk kemi sigurt. Kjo duhet jetë e fundit. Tani, çfarë të kam vlerësuar ty? Ky është çmimi regjia e klipit më të mirë. E more ti? Po, unë kam qenë eftuar tek netët e klipit shqiptar. Atë vit u organizua në Maltezi. Dhe e ka marrë për klipin që është realizuar të Aurela Gaçes. Po, bravo. Në Të Zënça. Në Të Zënça? Po. Tamam, kështu labi, në Të Zënça. Dhe faktikisht ai videoklip kemi shkuar familjarisht. Është edhe Dasantini. A ke dhe fëmijët aty, çunat? Vetëm i madhe. S'kishe lindur? S'kishte ardhur ende në jetë Konstantini, vetëm i madhe. Dhe ka dalë një klip shumë i këndshëm, shumë interesant, është i realizuar stili alla italian,
siç edhe unë e kam qenë dhe është në preferencat e mia dhe nuk e mendoja që do u vlerësonte. Tani cili ka qenë momenti kulmor, se jemi në fund tani, të kënaqësisë që ti ke marrë kësaj që bën, këtij arti që ti bën? Momenti kulmor e di kur është, Roland, kur publiku me zor pret që unë të nxjerr batutën dhe unë me zi pres të përfundoj duartrokitja që të jap goditjen e radhës. Dhe ky emocion unë nuk e kam përjetuar vetëm një herë, kam pasur fatin e kam përjetuar shumë herë. Shumë herë. Edhe në teatr, edhe në show-et televizive, spektakle. Me thënë, ajo të bërit njësh, e njëta energji, dhe me thënë që vjen, unë ja të qoj publikut, publiku ma transmeton mua, është, unë do të krahasoja njësoj, pavarësisht se nuk kanë të krahasuar, me ndjesin e të bërit nën. Pra ti krijon. Prit, dale se nuk jenë shfaqje këtu. Këtë nuk mund të thuash vetëm një herë. Ti e barazon këtë me kënaqësinë e të bërit nën? Nuk krahasohet. Se krahason domethënë. Nuk krahasohet. Po ja është aty në atë. Por është ai krijimi. Ka thënë gjë më të bukur në këtë intervistë. Është ai krijimi që nuk kam asnjë gjë vlerë përveç asaj që ti ke sjell në jetë. Ky është roli më i bukur që ke bërë, ky tani. Të falenderoj. Unë e kam shijuar shumë këtë intervistë. Unë këtu marr 90% janë politikanë këtu. Ministra, deputetët e tjerë. Them që u kënaqa, faleminderit, doli mirë e tjerë, por nuk them ose e kam rrallë të them që e shijova shumë. Të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj. Publicitet, ky ishte emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku. Mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.